Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u paraqit sot në SPAK në zbatim të masës detyrim paraqitje për aferën Partizani. Në hyrje të SPAK, Berisha i shoqëruar nga eksponent të Partisë Demokratike si Flamur Noka, sulmoi Dumanin kur zbuloi se çfarë kishte shkruar në proces verbalin që nënshkruan për paraqitjen. Amnistimi i krimit elektoral nga Dumani dhe skapi i partisë është krim kushtetues. Është atentati më i rëndë ndaj zgjedhjeve të lira. Ualash aty, tha Berisha. Berisha është marrë i pandehur për çështjen e aferës të privatizimit të ish kompleksit Partizani dhe më 4 prill pritet që të vendoset kalimi apo jo për gjykimin dosjes, që do ta bënte Berishën zyrtarin më të lartë të shtetit shqiptar në 34 vite demokraci, që del në një proces gjyqësor si i pandehur zyrtarisht për korrupsion. Berisha është marrë i pandehur për dosjen Partizani, për cilën SPAK e akuzon se me një sër veprimesh i hapi rrugë privatizimit të ish kompleksit sportiv Partizani, që u pasua me ndërtimin e 19 kullave, ku përfitues është edhe dhëndri i tij Amarbër Maltezi, i pandehur gjithashtu. Të pandehur në aferën Partizani janë edhe biznesmeni Fatmir Bektashi, Xhimi Begeja, ortaku i Maltezit, trashëgimtari Tokos dhe bashkëpronari Home Plan dhe Andja Pustina, financiere që kryente të gjitha operacionet financiare dhe ligjore të Home Plan.